si duket po e gjellëzon pak. Mund të themi që edhe në deklaratën e Eliona Benita Elionën. Dyjat. Unë e komunist, ke Dyjat mund të themi. Jo, do a dalë pak edhe të kësasa, sepse kur ishe në BikTok dhe që Eliona është dherë për dinake. Dhe të gjithë jashtë nështë ta kanë keq kuptu. Edhe ke bërë një reagim. Më kanë sulmu qaq shumë që kum komentu që është dherë për dinake, do me thonë qysh të kena prit për teje, unë se kum shoh Elionën, nuk kum folë kur gjo kesh për Elionën. E ke tregu për lojën e saj. Në fakt, mu më ka thirë dhe babi Elionës, më ka falenderu që i kum najt ofër dhe më ka shumë mirë për gjestin që ka bo, edhe pse menagje Elionës më ka fshi për Instagramit për qatë fjallë, më ka qëtë fala që e ki përdor dhejlë për dinake, s'ki nevoj më konë pjesë Instagramit Elionës, babi saj më ka thirë, abdin ka qenë një reagim që mu më ka qudit, jo më habit. Qështë ka qu fjallë? Qa të më thamë më ka qu fjallë? Na përdojmë në gjako më ka qu selam, më ka bot fala. A shkort s'nema e? Jo, më ka thonë që unë jë më habit, më kanë shku fansat apishen që ti ki thonë dhejlë për dinake për ta edhe të ka fshi Eliona për Instagramit. Unë nuk është i kumë vrej të sene, kur hime këqy Eliona në Instagram, e shë që se kam. Edhe i shkruj motrës Elionës shka ka ndodhë, më ka thonë me të bot fala, Eliona është dhejlë për dinake. Në me thonë se kum pa të arsyshme. Oke, edhe ke pa të arsyshme me bo një reagim e sharu pa ka shumë se qka ke dasht me thonë me... Normal, ama përdesa më ka thirë edhe babi vetë në telefon pas gjithë se situate dhe e ka vlerësu që shumë konë raportet e mija mrenda me Elionën në shpe. Oke. Ajlir, si shikon ti? Ose ke fjallën për loj, sepse ashtu si thotë Gjenetën. Unë për loj, na i na këtu mi komentu lojen. Saktësisht, jo ata si... Kena mi komentu personat. Në qofë se Eliona do i kishte pasë rastet e Benitës, besoj se do i kishte shfrytzu shumë ma shumë... Po, në qofë se Eliona i kishte pas këtë situata